U rikthyem pas bllokut të marketingut, këtu bashkë me mua, Besi dhe Briki. Si ishte eksperjenca juaj në Big Brother? Ishte s'na ishte. Edhe si erdhi deri te vendimi, Besi po du me dëgju prej teje. Wow. Si vendose me hyn Big Brother? Normal, kur mu ka bu ftesa, na u ka bu mua dhe Valirës dyve bashkë, edhe Valirja nuk doshti me hi, po edhe unë nuk është që kum pas për qef me hi me Valirën, se dyqysh unë për vete ja dalë shumë mirë. Po kur është edhe Valirja me mu, tash aty kish mujt dikush më qit jashtë kontrollit, të e ditë se çfarë lojrash bëhen në formatet e tilla. Edhe disha e ngucna kush tani dalim nga vetja apo gjëra të tilla të pahishme. Se për vete s'mund nuk do kanë hije? Po, nuk kom rrinë, se jo, po është ma letë kur të ngacmon dikush ose diçka. Po unë kom pas shumë thonë në përmene gjithmonë me provu si eksperiencë. Tjetër çka që kur hen aty, nuk mundesh edhe mu deklaru se hen pak ai sensi lojës, adin, edhe dënë mos mu kallzu që i hivish për eksperiencë. Po unë ata që kom dashur me marr për vikut e kom marr pikërisht eksperiencën, një farë lloj tretmani psikologjik shumë interesant që mundesh m'ia bëu vetës, se mundesh më marr me veten kivak. Shumë. Edhe tretman psikologjik, mbarët qysh e merr edhe për çka hen, për çka mu më ka bo mirë, e kum shiju, edhe në momentin që mu ka bo ftesa, nuk është që e kum diskutu shumë, edhe kum thonë okej, po hi, edhe Po Valirja çka tha? Ajo, veç ma ka bo që mu nësi sene më shka. Se u stresu, se u kum shumë stresu, ishtë interesant për familjare shumë stresuse. Nuk e kum ditë nëse nuk e kum pos kërkën familjes në bik, e di që ajo u stresu shumë një motër e jamja, dhe më thonë, gjithë mund të ta bojt gallën se nuk e di qysh jem duk, po e di që për ato kom pak ma stresu se u dash më marrë me teshat, një am të tash, edhe angazhim një, 3 puna konë të imot në qatë kohë, plus edhe në 4 punë, ja kom qitë blokë. Punë ekstra, puna ma e madhe ti. Po, edhe e di që e ka marrë me stres, e se në i këmë tonë nuk e përsëriti ma, këtë gabim. A ka qenë gabim, realisht? Ja, jo, gabim që ka hek vajza në fjallë, se jo, në shumë një dhe kom... Për ty si eksperiencë nuk ka qenë gabim? Ja, vlenë gjithmonë. Edhe kushtë që e ka në dyshim, bën me provu. Briki, ti si vendose me u fut në Big Brother? Unë e kom vendosë në sa e di një javë para se me fillu Bigo. E kom vendosë kështë të taman. Nuk jem konë shumë e sigurt prej fillimit. Jam e gatshme me qenë Big Brother, ajo. Nashtë njerës më kanë po që ato 2 javë shumë të qetë, ama jam pak tip temperament. Ka njëherë nuk di me majt atë mesin, edhe mas shumë dit jam tutë për që ata. Po unë jam falenderuese shumë që mrena, përveç që ka qenë eksperiencë e mirë, shumë e shkurt, po unë e kom raporte shumë të mira me disa prej banorëve. Edhe për shembull jam shumë falenderuese për shembull që edhe Besin e kom taku. Kom taku shumë banorë tjerë që sot i kom raporte shumë të mira me ta. Edhe nëse unë s'kom fitu diçka ma të madhe prej Bigut, unë e kom fitu një shoqni shumë të mirë, edhe pse koha shumë e shkurt, po mendoj që u konë që të pa gabim, e di që kësha ujtë e bu shumë ma shumë, ose na i skandal, ose jem shumë e qetë, ose jem shumë temperamente, po që ashtu u konë e shkruve 2 javë dhe nashti s'kom donë maksimumin prej vetës, se ka qenë edhe koha shumë e shkurt. Po një anë e kom cek edhe me një intervist ma herët që qatë ditë që kom dalë ka bo aksident mami jem. Edhe u kanë shumë interesant se as nuk jo mërzit, as pak që jom dalë qatë ditë. Ma shumë ma kanë imponu tani njerës të më thonë se ki meritu, jo kështu, jo ta kanë bo kështu. Edhe kanë... Po ta imponojnë deshtes tani hen edhe menon, a thu, është qashtu për një me.